tuas janë emisionin, ashtu do të sejti. Shkojmë të deklarata tjetër. Ariana Hoxha Selmani, mos bëj një punë vetëm për ta kaluar ditën, por zgjedh një që ta mbush zemrën. Po e vërtet Elita, unë këtë thënie ja kom nis prej vetës tem, pas një përvoje gjatë në fushën e financave, punës në zyre dhe punës robotike t'i them. Kom punu më shumë se 10 vjetë në atë profesion edhe e kom pa që vetëm po hargjona edhe nuk është një punë që po e bëj me qef edhe me dëshirë. Ja nisi me më kalun me një monotoni, se është puna e një që e bëjsh aq çdo ditë, shkon zyre në ora 8, ktheu në ora 4, punon 50 javë, 2 ditë vogla atë vikendit për familjen edhe ktheu prap njëjtë. Edhe vendosa me bo diçka ma kreative, diçka që unë kom qef me bo, edhe ndrova komplet profesionin. U fokusova në fotografit me fëmijë, se është fëmijët unë i du tepër shumë, edhe është diçka që unë e bëj me qefin ma të madh. Edhe kujt do që unë një shfaqe dëshirën tem për fotografi, më thojnë po të vizlojnë sytë, se jetu e bo me shumë qef. Nuk do të thë që është një punë më e lehtë, ndoshta sepse puna me fëmijë është shumë e vështirë, sidomos në sete fotografike janë të pamenaxhueshme. Është shumë e vërtetë, nuk është e lehtë as pak. Do të spari mi qetësu prindrit, se unë punoj me fëmijë 2 javësh, 2 javë, 3 javë. Që kur ta beson ty prindi një fëmijë qaq vogël, do shmë konë edhe te shumë korekte, do shmë konë shumë e qetë në ne dhe do mi u përkushtu 100% punës. Fatmirësisht që unë i du fëmijët shumë edhe ma kthejna dashuri, nuk e kam pas problem thuj se asnjëherë me fëmijë me punu. Në momentin kur e ndove me bashkëshortin, lajmin që po don mu tërheq nga profesioni jot. Ka ndodhur gradualisht. Cili ka qenë komenti? Po e kom pas mbështetjen maksimale dhe ka thonë e ke bo veprimin ma të mirë që mundesh me bo ndonjëherë. Unë e kom hap studion gjatë kohës pandemisë, kur jam mbyll krejt bizneset, edhe unë po hapja një biznes të ri, edhe krejt më kanë shiku me atë synin kritik që shpo guxon me hap një biznes, kur ti veç se as nuk e din apo të shkon ajo, edhe plus është koha e pandemisë që të gjithë po mbyllen, po gjithmonë e kom pas për krajën e bashortit, familjes, se kam pa që është diçka që unë me të vërtet e du. Edhe pse s'kom dit as me përdor aparatin, realisht kër e kom hap studion, po ja kom daj me shumë sukses. Ky trendi i seteve fotografive me bebat e posa lindura ka fillu ta zhvon. Ka fillu ma vonë, po e vërtet. Sa është vështirë, do shta si fillimet të biznesit, me ta besu prind foshnjën të cilën ndoshta edhe ata ende nuk është që janë mësu. Shumë e vërtet, sidomos prind që janë për herë të parë. Në momentin që hi studio janë... Po t'jeshtë rritën vetëman. Janë me shumë stres e vërtet, edhe unë ashtu mendoj, kur janë me dytën e kanë shumë ma të letë, po me fëmijën e parë janë shumë stresum. Po momentin që e kuptojnë që edhe unë jam nanë vetë, e kanë ma të letë me besu. Se e din që kanë kalu në përtur të mija dhe 2 fëmijë tjerë, kështu që e kanë ma të letë me besu, po mundona mi qetësu shumë. Fillimisht i qetësoj edhe i relaksoj në studio, e marr punën me kadalje, që në momentin që e shoh që ata po ndihen siklet, e ndërprej pak, bëjmë një pauzë, i pim bebi pak, e shohin që është i qetë edhe mas ne i vazhdoj. Ndërema, mendon që duhet patjetër me bu një punë e cila ta mbush zemrën, sepse në fundit duhet milion anash emocionet, por sot jeta aq është dinamike sa duhesh me punu me ose pa emocion. Sepse të hanë jeta vetë. Realisht, sot duhet me i punu disa puna për me mbjetu në këtë realitet. Unë i bëj 3 puna në mënyrë paralele, po nuk është që i bëj veç sot, i bëj prej shumë vitesh. Edhe punojnë në mënyrë gati robotike. Njerëz mendojnë që lo shumë zemër aty, po me kalimin e viteve e harron zemrën edhe e vënon ma tepër në funksion. Duhesh me bo çka duhesh me bo, apo jo? Duhesh me qenë aty ku je